po sikur t'ju thosha se brenda Luksemburgut mund të vendosen 7 shtete të ndryshme. Shpesh ai quhet mikroshtet, por ky përkufizim nuk është plotësisht i saktë. Me një sipërfaqe prej rreth 2586 km2 është i vogël, por jo aq i vogël sa mund të mendohet, vetëm 138 herë më i vogël se fqinji i tij i madh, Gjermania. I vendosur në zemër të Evropës perëndimore, Luksemburgu kufizohet me Francën, Belgjikën dhe Gjermaninë, duke u bërë një pikë e rëndësishme gjeografike në kontinent. Terreni i tij është më i larmishëm nga sa pritet. Veriu është i thyer dhe i pyllëzuar, pjesë e Ardeneve, me kodra, lugina dhe lumenj gjarpërues, ndërsa jugu është më i rrafshët dhe më urban, indikuar nga bujqësia dhe zonat e vjetra industriale. Lumenj si Mosela dhe Sauer krijojnë kufi natyror dhe formsojnë një pjesë të madhe të relievit. Tani imagjinoni këtë: San Marino, Monaco, Andorra, Malta, Liechtensteini dhe Vatikani mund të futen të gjitha brenda Luksemburgut dhe prap do të kishte hapësirë edhe për Singaporin. Në këtë mënyrë, Luksemburgu nuk duket më aq i vogël. Megjithatë, për nga popullsia, vetëm Singapori ka pothuajse 9 herë më shumë banor.